Fort lumturi, kjo është dita që bëri Zoti, le të gëzohemi dhe të ngazëllohemi në të. Me rastin e 7 vjetorit të ditëlindjes suaj, me lejoni që me gëzim dhe me njohje të thellë, t'ju shpreh dhe përcjell në emër të të gjithë vëllezërve dhe motrave me Krishtin, urimet më të përzemërta dhe të ngrohta. Zoti t'ju bekoj dhe t'ju ruaj, sepse në qenien tuaj, si hierark keni përgjegjësinë e drejtimit dhe të baritimit të kishës sonë ortodokse. Rrugëtimi juaj nuk ka qenë i lehtë deri këtu, i lindur dhe rritur në këtë qytet në kohra shumë të vështira. Keni ditur që me urtësi, mençuri dhe dëshirë të pakufi të ruani në thellësi të zemrës suaj besimin e patundur në Krishtin. Si pjesëmarrës i kishës së nëndeshme në kohët e shtrëngimit të madh, ku lutja dhe praktikat fetare qenë të ndaluara, arritën të mbanin ndezur flakën e besimit pa u trembur. Perëndia e njeh të vetët, ku në vitet 90, në portat e këtij vendi, trokiti era e demokracisë dhe lirisë, ju si të gjithë tjerët ndoqët odisen tuaj, por kisha e Krishtit që i taka përfundimtare. Ora e mirë trokiti, takimi me të lumurin dhe të paharrueshmin kryepiskopin Anastas bëri në mundur që dëshira juaj të finalizojë. Ju u dorëzuat plotësisht Krishtit. Pas studimeve tuaja theologjike, u dorëzuat lirik dhe duke qenë njëkohësisht edhe pedagog i theologjisë, përkthyes i teksteve aq të domosdoshme kishtare. Perëndia i tërmirë në gjithë urtësinë e tij ju thirrni në një detyrë më të lartë atë të baritimit si peshkop. Hiri u nderdh në buzët e tua, thot psalmisti, si bari i mirë dhe i butë, i pajisur me cilësitë e duhura, barituat shpirtrat e besimtarëve të dioqesës së Korçës. Si një at i dhëmshur dhe i kujdesshëm, i ushqyet me fjalët e hirit, duke qenë me ta, për ta dhe tek ata, i palodhur dhe i pandar. Nuk ka asgjë më të lartë se sa shërbesa e përkujdesjes së shpirtrave, sepse bariu i kishës nuk është vetëm kujdestar i trupave, por si mbikëqyrës dhe udhëheqës së kishës, thot gojat i hishëm. Fort lumturi, sot ju qëndroni si temorier i kishës sonë, dhe ne të gjithë si pjesë e trupit të kishës jemi përreth jush, si bijtë dhe bijtë tuaja të shtrenjta në Zotin. Çdo birë dhe bije kishës e ndjen si një obligim dhe përgjegjësi që t'ju mbështes dhe përkrah në çdo iniciativë të mirë për përparimin e komunitetit dhe për hapjen e fjalës së Perëndisë. Zoti i fuqishëm i jep forcë atij që shërben me përulësi dhe mbështet në çdo hap të drejtë, thot Shën Grigor teologu. Fjala juaj fort lumturi ka qenë dhe mbetet një dozë saktë dhe mirë përcaktuar në çdo situatë dhe në momentet e udhëtimit të anijes së Krishtit kishës ortodokse. Për herë keni ditur t'i drejtojeni çdo kujt pa dallim si një ikonë të Perëndisë dhe bij e bijta Adamit dhe Evës. Sot, në këtë jubilet të rëndësishëm të 70 vjetorit të jetës suaj, ne të gjithë lutemi që hiri i shpirtit të tërëshenjtë për herë t'ju mbuloj, t'ju ruaj, t'ju mbroj, t'ju jap ndriçim, fuqi, energji, krijimtari dhe gatishmëri për të na udhëhequr, këshilluar, mësuar dhe dashur të gjithëve. Qofshin vitet tuaja të shumta dhe të beguara, me përmirësi dhe dashuri, udhëtim të djathtën tuaj për shumë vjet o kryesot.